Përshëndetje të gjithëve. Atëherë jemi me analizën teknike numër 62. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer analiza dhe rezultatet tek analiza teknike 61, ndërto skenari i Europoundit që e shpjegova ishte i suksesshëm, po kjo zot thot që duhet të tregoj diçka që kam qenë i saktë etj, sepse unë këto analiza e bëjnë në bazë skenaresh dhe në mos një skenari tjetër do dali, kështu që është thjesht për t'ju ndihmuar ju, për t'ju dhënë disa skenare në kokë, që në qoftë se jepet konfirmimi t'ju ndihmoj, e kuptoni, kështu që edhe pse më keni shkruar për Europoundin, nuk ishte asgjë nga ana ime, ishte thjesht një analizë që unë di ta bëj. Tani në qoftë se doni të merrni strategjinë e sezoneve, unë do e lë linkun në description. Është strategji jo si kjo që unë i shpjegoj analiza teknike, por është strategji day trading dhe mundet të përfitoni shumë nga lëvizjet e London Session dhe New York Session, sidomos me pound dollarin e këto çiftet e tjera që janë më të paqëndrueshme. Gjithashtu unë kam dhënë strategjinë takfak falas në YouTube, më falni, në Discord, dhe në qoftë se bëheni pjesë e Discordit, mundet ta merrni strategjinë takfak dhe më pas e bëni cancel përsëri në qoftë se nuk doni të vazhdoni në Discord. Tani vazhdojmë me pikpamjen e dy prej çifteve që unë ndjek, që janë AUDUSD dhe Euro GBP. Fillimisht AUDUSD, tani që mos përsërisim veten çdo javë, sepse çdo javë do jenë të njëjtat tregti që unë shpjegoj. Dhe pothuajse nga java në javë skenari në daily time frame e weekly time frame mund të jetë i njëjtë. Thjesht mund të kemi ndonjë updatim në lower time frame, kështu që thjesht këtë ta keni të qartë. Ajo çka ndodhi këtë javë ishte që kjo zona këtu thjesht u thye dhe u bë një manipulim duke u kapur këto, duke u bërë take out këto high-sat këtu. Për ata që e kuptojnë, është bërë take out ky high dhe take out po ashtu ky high tjetër. Pra, dy nga high që janë më të rëndësishme këtu te kjo zona e AUDUSD u bën take out me qiriun e parë të javës që kaloi, me këtë qiri këtu pikërisht dhe në sezon aziatik më saktë, gjë që duk vresh e qartë që ishte thjesht një manipulim për të hequr stop loss-et që ishin sipër këtyre zonave, dhe çdo gjë ishte me sukses. Dhe në qoftë se marrim parasysh këtë manipulim, kemi edhe këtë zonë që mund ta quaj tashmë, që mua më pëlqen ta markoj, është një zonë supply drop, base drop, me i qartë se zona që ne markuam javën më përpara, dhe kjo zonë supply drop, base drop ka bërë të kemi këtë drop këtu, ka bërë të kemi këtë drop këtu, dhe këtë dropin që unë se marr parasysh sepse është një, si themi, një lëvizje jo shumë e marketit, më shumë politike. Kështu që këtë po e ignoroj. Çfarë ka ndodhur? Tani, ne përveç se kemi bërë manipulim këto high, kemi refuzuar dhe zonën dhe kemi ngecur në këtë zonë. Në qoftë se heqim këto, e shohim qartë që price action na tregon që kemi ngecur fix te kjo zona këtu. Kemi bërë një tregje, kemi tentuar të shkojmë bullish përsëri dhe ta thyejmë zonën, jemi trequr përsëri, kemi lënë weak, përsëri tentojmë të shtyjmë përpara, përsëri shisat futen në market.
Kjo më indikon mua që të kemi një probabilitet më shumë short për audio SD, pra me probabilitet eset gjithmonë. Dhe në qoftë se shkojmë në lower time frames, ajo çka vëret shumë qartë është pjesa që marketi këtu nga qasja që kishte më përpara, që unë e shpjegova tek 61-shi, tek analiza 61, nga higher highs, higher lows, tani shkon dhe formon thjesht ndryshimin e strukturës, e cila është ndryshim strukture nga bullish në bearish dhe formon lower highs edhe lower lows. Kjo gjë vëret shumë qartë në një 1 hour time frame, ku kemi bërë dhe break of structure. Në qoftë se shikoni, këtu kemi qenë në uptrend, por struktura është thyer këtu, po në qoftë se ju dëshironi ta merrni këtë si low-n e fundit, atëherë akoma më mirë, sepse struktura është thyer që më përpara. Pra me këtë lëvizje këtu patëm thyerjen e strukturës bullish që kishte kohë që vazhdonte të ishte bullish me formim higher high dhe higher low. Çfarë ndodhi më pas është që pas thyerjes së strukturës kemi pasur një retest, përsëri shkojmë short, gati formojmë një lower low, kthehemi me pullback dhe tani jemi në këtë skenarin këtu. Çka pres unë tani është që skenari më si të themi, skenari që ka shumë pak probabilitet që të ndodhë për mendimin tim, është që të vazhdoj bullish. Thjesht të vazhdoj bullish edhe të shkoj sipër, është një probabilitet ky. Por skenari që ka më shumë probabilitet për mendimin tim të ndodhi është skenari bearish, duke ndjekur të gjitha ato që unë shpjegova deri tani, nga indikacionet në daily time frame për short deri në indikacionet në 4 orash dhe 1 orash për short. Unë si zonë e kam të pëlqyeshme këtë zonën këtu si target, sepse ka ngesur 2 herë në këtë zonën këtu. Po ajo çka mund të ndodhë tani është që të kemi ose një leg thjesht në hapje, të shkojmë këtu dhe më pas nuk e di se çfarë do ndodhi, të them të drejtën, nuk mundet të shoh aq larg, ose ajo çka do preferoja unë për një tregti personale timen, që do e vendosja, do ishte një retest ose pullback përsëri në këtë zonë këtu. Pra, skenari më i pëlqyer që mund të ndodhi dhe që unë do e vendos si tregti, nëse vin këtu dhe shfaq shenja refuzimi dhe konfirmimi, do ishte ky skenari këtu. Sidomos në qoftë se këtë e bëjmë pak, e bëjmë take out, marrim këtë high këtu, pra diçka kështu. Pra, ky do ishte skenari më i bukur që unë do e kisha vendosur. Vetëm një moment, pra diku këtu mund të ishte 30 pips stop loss dhe shkon, pothuajse 1-2 shkon, po edhe 1-3 mund të rrezikohet. Shkaku që përsëri në këto zona ngelemi, pra këto zonat këtu, i gjithë ky lëmshi, si të themi, nga kjo zona këtu edhe këtu është, do me thënë, jemi brenda për brenda, kështu që çdo gjë është okay. Stop loss-i është sipër zonave këtu dhe çdo gjë për mendimin tim është okay.
këtë e shikoj unë si më të arsyeshme që mundet të ndodhi tek Audio SD. Pra ky është skenari më i arsyeshëm që mund të ndodhi. Për sa i përket Europoundit, e shpjeguam dhe javën e më përparshme, nuk ka nevojë që ta shpjegoj në daily time frame, sepse në 4 orash në qoftë se shohim, skenarin që unë e shpjegova ishte që të kishim një pullback tek kjo zonë këtu e rëndësishme supply, që e shpjegova, sidomos në qoftë se bëjmë take out këtë high këtu dhe të kishim një rënje deri tek kjo zona këtu. Tani, çfarë pritet të ndodhi, çfarë pritet që të ndodh tek Europoundi gjatë javës në vazhdim? Një skenar është që të shkoj bearish dhe kjo mundet të ndodhi, domethënë në ndikimin e kësaj lëvizje të fortë bearish këtu mund kemi përsëri një lëvizje bearish akoma më poshtë, gjë e cila e vetmja që mundet ta mbaj si zonë është kjo zona këtu në daily time frame, por skenarin që unë e parapëlqej më së shumti është skenari bullish short term, që do të thotë e gjithë lëvizja këtu në qoftë se shikoni është lëvizje shumë e dobët, nuk është një lëvizje si kjo, por është një lëvizje shumë e dobët, tregon ngadalësim shumë të madh të shisave, pavarësisht se ata e kanë në dorë marketin për momentin. Dhe çfarë ka ndodhur në këtë zonën këtu, në një orash duket akoma më qartë, është një zonë e rëndësishme, pse kemi pasur këtu dhe në qoftë se akoma më majta se shtym, një push kemi pasur këtu me një lëvizje prej 130 pips, kemi pasur pushin tjetër me një lëvizje akoma më të madhe, që është 200 pips, një lëvizje tjetër akoma më të madhe jo, por unë gatrova, 90 pips. Pra, është një zonë e rëndësishme, mund të shërbej si zonë manipulimi, po, mundet të shërbej duke ditur që mund të futen shumë blerësa këtu, çmimi të vazhdoj shortet, i kapi stop loss-et, ky është një probabilitet. Pra, në qoftë se shkon kështu është pjesa që ne na kapet stop loss-i, po ajo çka unë shoh më së shumti këtu është që të kemi, domethënë pothuajse ky çift është për mendimin tim gati për të bërë një entry për buy, pra bullish. Pse? Ngadalësim, shumë lëvizje dobët, sidomos së fundmi e ka humbur dhe sensin e formimit të lower highs dhe lower lows, pra në qoftë se shikoni e ka humbur sensin këtu, thjesht po konsolidohet. Ajo çka do ishte e arsyeshme për mua ishte dhe pa ngadalësim diku në këtë zonë këtu 0.85300 dhe bullish komplet, stop loss-i 25 pips, po ja lej këtu, sepse në qoftë se shkon më poshtë ka mbaruar si muhabet, do vazhdoj short. Mund të jetë manipulim, po mund të ndodhë manipulim, po ja ku e kemi manipulimin. E shikoni manipulimin, kanë bërë entry këtu shumica e blersave, stop loss-in maksimumi poshtë kësaj ja kanë vendosur, poshtë kësaj zone. Është kapur me këtë lëvizje këtu, janë kapur stop loss-et, kështu që dhe pak dhe për mua çdo gjë është në konfirmim të plot për bullish. Për një skenar bullish, 1.3 do ishte perfekte fare, as nuk, do me thënë jemi poshtë kësaj zone këtu, pra të tentojmë të kapim dhe njerë këto high,
këtu me televizje, zonë e rëndësishme, zonë disa herë testuar, e refuzuar dhe manipulim po ashtu, kështu që çfarë pritet thjesht tapet marketi dhe të kemi një entry të mirë këtu. Kështu që kjo ishte analiza teknike për këtë javë. EuroCF nuk më pëlqeu shumë, të them të drejtën, nuk dua ta ngarkoj këtë video me gjëra pa sens. Këto të dyja ishin të mira dhe precize, të sakta si tregti. Kujdes, prisni konfirmime, duhet ta keni të qartë që është gjë probabiliteti, kjo gjë që them unë nuk është se do ndodhi, se është e sigurt, por që kam shumë, do me thënë që kam probabilitet të lartë të ndodhi si gjë. Menaxhoni riskun dhe shihemi në analizën teknike të javës që do vi. Mirupafshim dhe në qoftë se analizat teknike marrin këtë lloj audience, pra shikime 400-500 views, unë do i vazhdoj javë mbas jave. Pra duhet ta kenë këtë lloj audience që unë ta shoh që ja vlen të publikohet një analizë teknike. Kështu që mirupafshim, shihemi në javën e ardhshme.